edhe ky diskutim duhet të bëhet pikërisht në kohë. Që s'është një, dy janë që s'pëjdini që janë kryesore. Tash kështu. Stadiumi nacional është diskutim që lidhet edhe me lojrat mesatare, po jo vetëm me lojrat. E vërtet, që një 10 vjet o shtem, 2025 të jena, 12 vjet. Po, sepse çka kemi bënë ndërkohë, është e kemi dakordu një plan të investimit në infrastrukturën e futbollit, të cilin po e zbatojmë. 180 milion euro. Pra, kemi shumë stadiume dhe i gjithë fokusi për momentin është tek këto stadiume, me plot komuna, me federatën dhe me financimin nga Ministria e Kulturës dhe nga qeveria, ne po konsolidojmë infrastrukturën e futbollit. Pra, s'po mohoj. Nëse se di ku është bazeni olimpik dhe stadiumi nacional... Jo, tash po vim të përgjigje. Jena pak në telashe. Jo, nuk jemi në telashe. Ky është argumenti. Ne po e bëjmë gati në infrastrukturën që i nevojitet lojrave për vitin 2030. Në dokumentin me cilin kemi apliku për ta marrë të drejtën e organizimit, kemi thënë që një stadium nacional do t'ishte edhe një vend për ceremonite hapjes, të mbylljes, dhe eventualisht për një finale ose gjysmë finale të futbollit dhe eventualisht për atletik. Mirë po, me dinamikën... Eventualisht, duhet kretë shtegun e atletikës në Adam Jashar me botëri. Po pra, aj po bëhet i ri atje. Kështu që, kjo është ajo. Pra, nëse bëhet shtegu i atletikës në Adam Jashar, që po bëhet, aj projekte është duke u realizu, neve kontrata me ICMG na mundëson në çdo moment që bëjmë rishikime në bidding book. Nëse ne argumentojmë kështu, që po investojmë në mjaftueshëm stadiume të cilat i nevojiten Kosovës, por edhe e plotësojnë nevojën për lojrat, s'kemi nevojë për stadium nacional. Jo që nuk kemi nevojë, po ndoshta nuk kemi nevojë për lojrat mesatare domosdoshmërisht. Që i bie, mund të mos ngutemi për këtë projekt, sepse energjit duhet të fokusojmë në plot stadiume që tashmë po realizohen. Një numër i tyre në ndërtim, disa të tjera në procedurë të realizimit. Pra, nuk po flasim as për neglizhencë, as për vënien harres, por po flasim për një lloj vlerësimi që bëhet rrugës, që është pak edhe strategjik, sepse një stadium nacional i kapacitetit çfarë është synuar gjithmonë. Dhe një projekt që ekziston tashmë me, nëse zgabojmë mbi 35.000 ulse të tjera, mund tjetë edhe kosto shumë e madhe, edhe energji shumë e madhe, e cila tash mund të na duhet që të orientohet dikun tjetër. Ku akomodohen sportistat dhe trenerat? Akomodimi bëhet në fshatin mesëtar. Ku ndërtohet ai? Fshati mesëtar nuk ndërtohet nga e para. Renovohen konviktet dhe shtohet kapaciteti. Kjo është definitive. Po. Kjo e ka marrë dhe... Kjo është telashe tjetër që prape keni me përparim ramën, por nuk e kom mo tem komunën e Prishtinës. E di që ka pas telashe, a shkohet në konvikte... Nuk ka telashe me komunën, këtu sepse është me Ministrinë e Arsimit. Jo, këto po thom, ata a e ka premtu për vetë ndërtimin e një